unë mendoj se do të kontribon jashtëzakonisht shumë përmbylljes dhe përmbushjes së arkitekturës së sigurisë varësisht nga rrethonat dhe kërcënimet reale me të cilat është ballafaqua Republika e Kosovës në kuadër të aktivitetit të saj për të garantuar dhe ofruar sigurinë e Republikës së Kosovës. Ju dini çfarë do të Policia e Kosovës gjatë këtyre viteve që kemi lënë pas që nga sulmi në Banjske tutje ka qenë angazhuar me forca speciale në pjesë të ndryshme, njëkohësisht ka ofruar edhe mbështetje të tjera për bashkërendim të veprimeve në brezin kufitar apo në pjesën e quajtur edhe via Gjelbert mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj formësimi i jandarmarisë do kishte me kontribuar jashtëzakonisht shumë në mbi ngarkesën policore që tani me vesh se është me strukturat e saj në pjesë të ndryshme të Republikës së Kosovës në pjesën kufitare dhe njëkohësisht do kishte me mundësuar që të ketë akses të caktuar në mjetet të ushtrisë së Kosovës për ta përmbushur misionin dhe mandatin me të cilin do të ballafaqohet dhe do të angazhohet sipas projekcionit të paraqur nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme.